shumë e bukur dhe shumë e butë. Mos më thoni më, mos bli shumë gjëra të vogla për gocën sepse rritet shpejt. Lëm fjalët dhe të tregoj pak se çfarë kam blerë këtë radhë. Kam marrë më shumë tutina për muajt e para, 0-3 muajshe. Me raku se ajo do jetë shumë e vogël për ta veshur me ripa me kanatiere. Këtë këtu që është ngjyrë simente, këta e të doreza dhe shiko sa cute është dhe është material kështu josh që të sjelli vap. Një tigresh e vogël. Mendoj dot një plumb. Ka që shkrau, ka puc me fjanga. Periudha po ikon shumë shpejt dhe sa vjen edhe rëndohen. Edhe po ta shikoni me zimbushe me frym. Kam marrë këtë këtu me unicorn. Kam marrë si kjo tutina, kjo është me të shkurtra. Përpara nuk e kisha idenë që ekzistonin kaq shumë gjëra bebash, kaq shumë faqe bebash. Gjithsesi këto i kam marrë te për ty bebe. Koni çfarë kam marrë tjetër. Po këtë që deshe, po unë bëj gjithmonë matematikë, sepse kjo ishte me ofertë, po pëlqeu dizajni dhe thash se mos ta marr, koha kalon shumë shpejt. As me këta e lusin. Kjo gjë është thjesht për foto. Goca ime ka për të bezdisur nga fotot nga mua, thot o zot më lë rehat. I përdoret deri në 1 vjet, do t'i bëj në një set të bukur fotografik me këta. Nuk e di cila ju pëlqeu më shumë, në çfarë faze jeni ju mama, jeni duke bler gjëra, duke parë, apo tani keni marrë veshin ishte të zanë. Për më shumë video të tilla, follow dhe faleminderit që më ndiqni. Bye.